Sot në Gjakovo organizua konferenca finale e projektit të binjakëzimit të Bashkimit Evropian, fuqizimi i ripranimit dhe riintegrimit të qëndrueshëm në Kosovë. Para të pranishmëve, kryetarja e Gjakovës foli për personat e riintegruar në Gjakovë dhe sfidat me të cilat është përballur qeverisja komunale. Gjatë kësaj periudhe një vjeçare janë riadresuar në komunën tonë gjithsej 216 persona, prej të cilëve 149 janë nga komuniteti shqiptar, 37 nga komuniteti rom, 19 ashkali, 7 egjiptas, si dhe 4 nga komuniteti bosnjak. Ministria e Punëve të Brendshme gjatë vitit 2014 ka menaxhuar në buxhetin për personat dhe familjet për reintegrim. Megjithatë, duke marrë parasysh se problemet kryesore të personave të riadresuar ishin rreth strehimit dhe punësimit, komuna gjatë vitit të kaluar ka marrë përsipër që të paguajë edhe qirane disa familjeve pas përfundimit të pagesës nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nga ana tjetër, udhëheqësi i sektorit të operacioneve në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Kristof Shtok, tha se fakti që kemi zgjedhur komunën e Gjakovës për të përmbyllur këtë projekt flet për atë se kjo komunë ka punuar mirë në riintegrimin e komuniteteve. Jam i lumtur që jam sot këtu sepse më duhet të pranoj se komuna e Gjakovës ka punuar vërtet mirë në integrimin e personave të riadhësuar. E di se ka sfida, por ato duhet të i kaluar sepse kusht për liberalizimin e vizave është integrimi i personave të riadhësuar. Bashkimi Evropian do ju mbështet kudo në çdo kohë. Në procesin e migrimit kemi pasur një fokus të veçantë për integrimin e personave të riadhësuar në nivelin qendror dhe atë lokal. Kemi prezantuar mbi 20 projekte të cilat e kanë mbështetur procesin e riintegrimeve të minoriteteve, duke ofruar mbështetje dhe fonde për të riadhësuarit. Në këtë konferencë u fol edhe për pasqyrën e rezultateve të projektit. Jo rastisht mbledhjen në komunën e Gjakovës, sepse kjo tregon përkushtimin dhe bashkëpunimin e shkëlqyeshëm mes institucioneve qendrore dhe atyre lokale, dhe një dua që personalisht të falenderoj kryetarën në gjithë stafin e saj për punën që ka bërë derisa në këtë procesin që ne e quajmë procesi liberalizimit të vizave. Edhe pse ne jemi antar të rinj të këtij projekti, mund të themi se jemi munduar t'ju përkrahim qoftë si komunë, qoftë në veçanti me persona të ndryshëm. Vlerësoj se me këtë projekt janë arritur rezultatet e pritura, duke theksuar që është punuar me përkushtim për t'u krijuar një qëndrueshmëri për një jetë dinjetoze të minoriteteve në këtë vend. Është krijuar bindja dhe mundësia që asistencia të arrijë tek të varfërit, tek ata që vërtet kanë nevojë për një jetë më të begatë dhe më të dinjitetshme. Edhe Armen Beluli nga zyra komunale për komunitetet e kthim në Gjakovë prezantoi fakte dhe të arritura të kësaj zyre në lidhje me integrimin e personave të riadhesuar.